Gjenish? Shiko, gjithë ne bjem dakord që konflikti konflikti ndërmjet Iranit dhe Izraelit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kthyer në një kolaps për vetë. Jo, po do zbresim pjesën tjetër për këtë. Mirë. Pyetja lidhet me Iranin në shtet terrorist. Jo shtet terrorist, shtet që financon terrorizmin. Jo shtet që financon terrorizmin do të thotë është shtet terrorist. Jo, ka dallim të madh, domethënë. Ka dallim të madh. Nuk ekziston jo ve, po kokove. Jo, nuk ekziston ligji ndërkombëtar dhe në marrëdhënie ndërkombëtare termi shtet terrorist. Po shtete që financojnë terrorizmin ka pasur gjithmonë. Madje edhe Shqipëria dikur në kohën para 90-sh është akuzuar për financime të tilla domthonë terroriste. Po gjysmë terroristë ishim ne. Megjithatë ajo që nuk kuptoj. Urdhë? Me paratë e Kinës. Po terroristë ishim ne në atë kohë. Flamurin ton. Pak a shumë. Megjithatë ajo që unë jam skeptik dhe jam kritik është çështja se sa i vlen Shqipërisë kjo. Sepse ti kur merr një vendimarrje, do shikosh interesat e tua. Zoti Nezarku tha i është kërkuar Shqipërisë. Është shumë pikpyetje e madhe kjo. Kush e ka kërkuar Shqipërisë? Se nuk ka asnjë dhënë për këtë. Kush e ka kërkuar Shqipërisë? A ka ndonjë shkres? Sepse nuk ka kërkoj Shqipërisë dhe nuk ka referencë fare. Dhe ne dim gjëra të tjera që nuk janë kërkuar fare Shqipërisë dhe kryeministri shqiptar i ka bërë. Apo jo? Siç ishte vizita që bëri në parlamentin e Izraelit Knesset. Në një moment të paduhur, këtu nuk ka të bëj fare çështja a duhet kemi as duhet kemi marrëdhënie me Izraelin, s'ka të bëj fare ajo pjesë. Ne kemi zgjedhur shkoi presidenti në Disë. Po pra, e ke krahasu vete me kryeministin e Indisë. Interesat shtetërore janë më të rëndësishme se vlerësimet morale. Bukur. Po kryesore e herë që nuk është kërkuar nga askush. E dyta, të shkosh ti bësh vizitë dhe ti bësh elozhe Netanyahu nuk është çështje të krahasohesh me modin. Sepse ne nuk ikim te Unioni Indian, ne aspirojmë të bëhemi antar të Unionit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian i ka mbyll dyert për Netanyahu dhe për gjithë qeverinë e Netanyahut. E ka shpallur kancelari gjerman. E ka shpallur Dhe kancelari gjerman. E ka shpallur njeriu përgjegjës për krime kundër njerëzimit dhe akuzon. Nuk shkon dot në asnjë vend. Vet Netanyahu nuk është i ftuar në asnjë nga kancelaritë. E treta, kur flasim për aleanca, Izraeli se ka diçka. Kur flasim për marrëdhënie midis shteteve, marrëdhëniet janë bilaterale, mund të jenë dhe simbolike ndonjëherë, mund të kenë dhe pravavi gjeopolitike, mund të kenë dhe interesa ekonomike, janë shumë fishta. Po kur flasim për aleancën tonë me Izraelin, se është fjalë e madhe shumë aleanca, çfarë përfitimesh ka Shqipëria? Çfarë marrëdhëniesh kemi ne me Izraelin? Kush janë shifrat e këmbimit tregtar? Kush janë shifrat e investimeve? Ne kemi marrëdhënie modeste dhe jemi krenar për historinë e shkuar të shqiptarëve, që kryeministri i Shqipërisë e lançon në mënyrë shumë gabuar, sepse mbrojtja që i bën shqiptarët, 3000 hebrejve, është krenari për shqiptarët. Dhe janë borxhli hebrejt tek ne, shteti izraelit, jo ne tek hebrejt, se ne shesim sikur ne ja kemi borxhe hebrejve. Faktikisht ato na kanë borxhen. Dakor? Dhe për mendimin tim, dhe ai ndihmë që mbahet si një ndihmë e madhe e Izraelit kur njohi Kosovën, e njohti me një ngërt shumë të madh, sepse detyroi të vendoste ambasadën e vet në Jeruzalem, ndërkohë që gjithë vendet evropiane nuk e kanë vendos. Megjithatë, unë nuk mendoj që saktoi bombardimin e Serbisë. Kjo është gënjeshtër. Ai Netanyahu. Kjo është gënjeshtër fare. Ishte atje. Po kjo është gënjeshtër fare, sepse ne kemi pas një lob shumë fuqishëm që ka funksionuar në atë kohë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mas luftës Kosovës, fal sjelljet politikanëve shqiptar, u rrit lobi pro-serb dhe u dobësuam ne. Dhe meqense përmendë lobin zoti Nazarku, un kam frikë që lidhjet e Ramës, cilët një pjesë të madhe tyre janë figura thellësisht me doktrina sioniste, po mundohen të dublojnë lobin tradicional shqiptar në Kongres. Kush është lobi në Kongres sot? Ne kemi vetëm disa sionistë që vinë këtu në Shqipëri, dikush merr këto pikat e ushtrisë dhe do të bëj fabrika për prodhimin e armëve. Okej, ti bëj fabrika për prodhim, se s'ka asgjë investim, po ku do shkojnë ato armë? Se implikohet Shqipëria, ne jemi në një moment shumë rrëmuj marrëdhënieve ndërkombëtare. Dhe Shqipëria i vend i vogël do të jetë shumë i kujdesshëm. Nuk ka si problem të shpallësh gardën republikane e organizatë terroriste. Po ti s'mund bashkosh Hizbullah, sepse Hizbullah lufton për çlirimin e tokave të veta. Është Izraeli që ka pushtuar Libanin. Dhe jo Libani Izraelin. Është Hizbullahu i cili pranoi marrëveshjen me presidentin Trump. Po ishte marrëveshje e njëanshme sepse Izraeli 4000 sulme bëri që nga ajo ditë. Pra njeriu që shtetit i cilit po
po serviret si viktim, nuk është viktim të paktën në këto 2 vitet e fundit, sepse flasim për këto gjëra. Okej, tjetër çfarë do thoja? A është politika e zotit Rama unison me politikën e jashtme të Unionit Evropian, se ky është përfitimi dhe përplasja më e madhe, mendoj. Ideja për të bashkuar me Trumpin nuk ka asgjë të keqe, se ne kemi aleat, Shtetet Bashkuara të Amerikës, madje krye aleat, absolutisht po. Po kjo s'do thotë që ti të fuzësh vendin tënd në një mollë sherrri midis Unionit dhe... Ose egzagjero vlerën e një rezolute. Si? Ose egzagjero vlerën e një rezolute që ka karakter deklarativ. Rezoluta e një parlamenti është dokument zyrtar. Nuk ka dokument, është qëndrimi një shteti, nuk është... Zotë ushtria jonë dhe përshkon në kratë Izraelit... Po kjo pra është historia. Kjo është historia. Përse kërkon të bëhesh gjigant kur je Liliput. Kjo është historia. Dhe çfarë rrezikon Shqipëria më, se ka diçka momentor. Nuk du t'i marr kohën. Irani ka kërcënu Ukrainën. Garta republikane ne kemi diskutu këtu. Pjesa që ka ardhur pas vrasjes Ali Khameneit është shumë më ashpër se sa pjesa që ishte. Dakor? Ka kërcënuar Ukrainën. Pse? Se presidenti i Ukrainës i ofroi dronë dhe specialistë Emirateve të Bashkuara. Vetëm sa i ka ofruar asistencë, asgjë tjetër. Tani me këtë rrëmuj, me këtë çmenduri që ti ke në Teheran dhe me këtë karshillëk krejtësisht pa nevojshëm, pa ta kërkuar askush. A mos po e tërheq vendin tënd në një luftë e cila nuk është e jotja? Çfarë fiton Shqipëria nëse dikush atje simbolikisht nisi raket këtu te ne? Çfarë do fitojmë ne? Përveç se do dali kryeministri shqiptar thotë ja ne jemi shpëtimtarët e botës? Ne jemi aleatët më të mëdhenj Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ne nuk kemi aleat më të rëndësishëm se Britania e Madhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne nuk kemi aleat më të rëndësishëm se Gjermania, Italia, Franca, se Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sepse çdo shtet i vlerëson aleancat në bazë edhe të peshës specifike që ka vetë. Ne vetëm një deklaratë, kaq. Po qëndrim zyrtar, po çfarë do të bësh? Se ka bërë asnjë vend i Unionit Evropian. Kaq. Irani ka kërcënuar, e spjegoi Gjinishi, që centralin në bërthamor të Timonas, nëse ka përpjekje për ndryshim regjimin, zoti Gjinishi, a ka vërtet mundësi që Irani të godasë efektivisht këtë centralin qyteti? E ka goditur, po goditi në periferi centralit. Apo është paralajmërim bosh? Po pra, ishte paralajmërim, goditi në periferi dhe kjo është një nga rreziqet më të mëdha, domethënë, sepse në momentin që nuk kemi një ofertë, në fundit gjitha luftrat përfundojnë tavolinë, por në momentin që nuk kemi një ofertë shpejt ose një angazhim shpejt palëve për të ulur në tryezën e dialogut me... A ka rrezik të... Gjinishi, unë s'dija, s'kam asnjë informacion. Logjika më thotë që Irani momentarisht garda republikane o dhe se kështu kur ka vendime politike nuk ka kësi u dhe raketave. Po se edhe Mushtabe Khamenei nuk ka dalë në publik, sepse edhe ai është i plagosur. S'ka dalë asnjëherë. A rezikon të përshkallëzohet kjo luftë? Vetëm generalet po gjujnë raketa. Ky është problemi i madh, se politika është jashtë loje. Po pra. Gjinish, sa ke lexuar ti? Po do përshkallëzohet nëse do të merrni pjesë. Po ta pyesësh sot do përshkallëzohet. Perëndimore krahas Amerikës. Nëse më lejon edhe një koment kështu, domethënë pavarësisht të konfliktit që ndodh në këtë arkitekturën e madhe gjeopolitike botërore, në këtë arkitekturën gjeopolitike botërore që po kalon këtë fazë tranzicioni në rrugtimin e saj për krijimin e rendit të ri botror, secili se ne këtu e nisëm kritikën edhe ndaj Ramës, secili duhet të shkojë interesat e vendit vet, dhe vendi jon nuk ka interesa. Nuk e ka armik Iranin, po sigurisht nuk ka interesa as në Iran, as nga dishu. Interesat tona janë në Unionin Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe kjo duhet hequr ky lloj diskutimi për të shpallur armiq, se nuk kemi keq për armiq. Domethënë duhet bëjmë dua që këto miq tan BE dhe Shtetet Bashkuara. Shiko, meqense përmendet duan, po nëse më lejon, do të tregoj një histori të çuditshme. Në kohën që Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin në luftë, Abraham Lincoln ishte kreu i njërës palë, edhe në një moment caktuar futet në çadër dhe gjen generalin e vet duke u falë. Abraham Lincoln ishte njëri shumë fitar. Kjo është edhe Bibla Lincolnit që është sot e kësaj dite në Kongresin Amerikan. Dhe i thotë generalit vet, çfarë po bën thotë? Po lutem thotë që Zoti të jetë në krahun ton. Ai fillon qesh. Po kjo ishte një lloj blasfemie për kohën atëherë. Dhe i thotë Lincolnit generalit thotë, pse po qesh thotë? Sepse edhe nga krahu tjetër thotë, ka një general që lutet që Zoti të jetë në krahun e tij. Më fal thotë, po çfarë duhet bëjmë thotë? Lutu thotë që ne të jemi në anë me Zotin.
dhe jo Zotit vinem. Kështu që kjo historia e lutjeve në herë është edhe qik abuzive, sepse një të vërtet ka në të gjitha besimet, duhet ta kaloj këtë, që Zoti nuk qëndron në pirgjet e gufomave. Dashuria për Zotin dhe mesazhi i Zotit fillove tani në pirgjet e gufomave. Fillove tani. Jo, ta ndajmë pjesën e Zotit me këto histori tash.